Fotojenario, Indri, Flori, Salsano, Adi, filloj. 1, 2, 3, 4, prova. Azoni në rregull, Azoni në rregull, Prova. Gjitha gjuhët e botës. Ricochet, tani fillon. 1, 2, 3, 4. Dëshëm edition, drejt për streqi, nga Qendra, aty të bëpë. Foshe fosë, nga Qendra foshe fosë. Nga Qendra, ku Maga Velli. Duham pilaf. Nesër, do kemi pilaf. Duham pilaf dhe kos. Jemi të dëshëmiqe, tek Qendra e madhe që quhet Piramida. Aty ku të çmendurit, aty ku nuk ka të sasur. Humori, erdhi mërkura, e tërbuar. Bukur e djata me protestën, bukur e majta me kondër përgjigjen. Për kush do të shënoj përveç se atyre djeve të Klassikos, djeve të Ricochet. Jemi këtu dashurmiq me dy protestuese këtu ke Qendra. Njëri rri jashtë se s'me pësën, tjetri rri brenda se s'me pëdën. Ndërkohë që është njëri që është muk e roja. Është njëri që rri roje. Është për nëse i. Kush do i, Ai ke trau. Edhe nëse i. Ai trau. Është lëzia, ba. Ju jeni tifoz me pëdën. Se porini këtu. Sepse kjo qeveri e krimit, ky kryeminist i cili është i lidhur me krimin, me krimin edhe me krimbat që vinë vërdall krimit. Qavi. Dhe ne Nuk do dalim nga këtë çadër deri në qeverinë teknike, derisa të mund mbyset ky shtet. Unë jam gati të marr armën dhe të vras. Çfarë ndali përpara? Po 4 minuta shtet. Po faleminderit. Po ju që jeni me PS-n, që rini jashtë, pse më protestoni? Unë jam socialist, po sigurisht, se nga thonë. Unë për të ruajtur xhamat e syze, sepse do thyet pra çdo xham, do kapet nga flokët pra çdo. Syzet e mia drejt do të bëhen me anti xham, pra. Kemi një goditje të vështirë? Po. Unë mendoj që aty Sergio Busquets, po. Jam kundra protestës sepse ka bllokuar gjithë trafikun, aty është bllokuar gjithë situata, gjithë jeta. Kemi të primarit të topit nga skuadra e Real Madrid. Po, ju falenderoj. Unë biles aty është bllokuar dhe dalja për të shkuar tek Shinon Teresa, aty ku janë tualetet portalli i madh i Kërshik Spahiu. Ta bëjmë në 7. Ja, ashtu do të bëjmë. Okej, nuk pensasim më se këto gjëra ta shpifin, nuk ka si humori i Ricochet. Shako. Do themi sa gjëra. Kemi jam aty mund të dy pyetje me sport. Dy pyetje, është vërtet ndërmi. Okej, shako. Po kaloj sot rreth stadiumit që Stafa, pra, duhet di si është zhvillimi i punimeve, ku po shkon. Vetëm që po ecin në punime shumë bukur. Është një ide që të bëjmë edhe një palpishina brenda. Brenda stadiumit. Po. Dhe piscina apo për ide në piscina sepse ndoshta në 2064 Tirana mund të bëj lërat olimpike të notit. Shako, është e vërtetë që ju do të ndryshoni edhe formatin e fushës futbollit, do bëhet me 4 porta, do bëhet edhe 2 porta. Do jetë porta dhe zake, më thanë. Do jetë me 2 porta, por nuk do ndrohet me fusha, domethënë që të shkojnë lojtarët nga këtë tjetra, do paloset fusha, do dalë nga krau. Sa që ka shumë bukur. Do të thonë ekipi ka të njëjtën fushë, thjesht paloset deri nga krau tjetër. Është e vërtetë që ideja e FSHF-s pra do të mendohet që nuk do të lëvizim me portier, do lëvizim porta. Patjetër. Portieri drejt si ato lëra me
Po rrin vend për deri, ose porta s'kon sa më të djarës. Ndërkohë një lajm I bukur vjen nga Shpufsha. Kush? Shpufsha, shoqata e profesionistëve notarëve. Shpufsha, tani më erdhi mend Shpufsha. Shpufsha është shpejti dashuri që pishinat lojrat olimpike pishina nuk vjen me pishinat blu. Po do jenë me jeshile. Jeshile. Në mënyrë që të bëhet djegje. Ta bëjmë me djegje. Ha, të bëhet djegje. Gjirohet? Për gjatë që mund të jetë në pishin fare bilet gjirohet. Mund të gjaj mund të jetë me sfond Titaniku, me sfond Peshkaqenësh, me sfond ishujt Bahamas. Ky stimuloi shumë lojtarët. Jetë rrisi, shikosh Merine. Po, sa do të falenderoj. Falenderojmë shumë për këtë informacion. Hajde Flori. Faleminderit Shako. Mirupafshim Flori. Mirupafshim Shako. Kalofshi bukur. Edhe ti kalofsh sa më bukur. Ka parkuar pesh. Mos pesë, aq trafika. Ka shumë trafik. Pyetëm këtë shisë Shako sot, po çfarë si ka? Ta them pastaj. Bëni frymë njerëz. E njeh kilometar, iku Shako. Iku Shako, se nuk është Shaka, Shako është Shako iku. Ai gjithë. Número para todos los mexicanos que viven aquí en Albania y quieren saber el número de teléfono de las emisiones. Esto es Sigur kishin të gjitha shtetet me këngë si kjo. Bravo i qoftë ambasadës Meksikës. Por gjithë meksikanët që jetojnë këtu nuk të lëmë mangut. Me këtë për këtë numër pra që jep ambasada meksikane pra Ocho si është numri 068203381 është bërë xheloze Trumpi. Po. Se me Meksikën na plasin Trumpin. Se është xhelos Trumpi. Mones meksikanët kanë bërë një lloj patatine, që quhet Trump. Patatinë. Patatina është si flokët e Trumpit. Edhe han këta. Jo, se I leshi. Muri do bëhet, Trumpi tha, muri do bëhet. Po, Trumpi tha, moshi lart. Po që leshi. Ai si me çime çashaj. Ky është meksikan që ka mësuar shqip. Si është? Oli pylla. Është në hapat e parë. Nga lulli çullës. Është Kaloros Xelos. Oli. Atëre një përshëndetje të veçantë marrin të gjithë ata që tani janë nëpër makina sepse janë dëgjuesit më shumë të rikoshetit. Dhe ne themi që sot do jetë një rikoshet ndryshe nga tjerët. I flaks do ketë një temë shumë interesante. Dhe përveç kësaj ne jemi gjithë në formë. Katër jemi në formë. Po të shikosh Intri për shembull, shkëlqen. Aq më tepër duhet shtojmë pra që ne sot për ta pasur më në formë emisionin sot kemi bërë stërvitje nga liçeni, pra kemi dalë. Sigurisht, unë jam bërë me diesel, sepse ky emision ndodhet përgatitje fizike. Po, unë bërëm për shembull bëj 23 kilometra bicikletë. Ka bërë bicikletë. Edhe çfarë ti Flori? Edhe e bën nga çmirti? Po, mbasi bëra bicikletë, shkova në shtëpi, edhe u lava. Patjetër. I përshëndesim, po plasëm as murit. I përshëndesim gjithë dëgjuesit dhe dëgjueset all over the world. Në veçantë do të përshëndes një dyqan lulesh afër shtëpisë time, që janë 6 gra, që lën të gjitha dyqanet që kanë. Tani gjej biçik. Edhe gjën emision. Po, futen klientët brenda. Përshëndesim gjithë gratë të dyqanit luneve. Një përqafim ka nga 4 zonë Regoseta, ato 2 tjerë i përqafojnë veç. Edhe vetë pronarën e dyqanit që ka emrin Lulja. Maja. Lulja. Maja, se Maja Kucianci. Lule Maja. Mirë, atëherë për gjithë ato që ka pasur ditëlindjen nga mërkurat, me njëri këndoj këngën 3, 4. Shomorime Barrios, Shomorime Barrios, Shomorime
shumë kardinal nga Vatikani falenderojnë që ke shkurtuar këtë urimin, sepse ishin rritur kërkesat për ekzorcizëm. Ekzorcizëm. Po thonë, kam postuar djalli emisioni. Mirë, tani unë do t'ju përmend një emër, Flori, do të bëj një emër, dhe unë them që tani nisim emisionin me këtë emër, me këtë tym. Me këtë emër tymi. Emër tymi. Duke qenë se çmimi i gazit është rritur. Qartë. Duke qenë se opozita është në grevë. Duke qenë se nga dje dhe sot më qartë, pra më saktë, pra ka filluar dhe dita, pra një nismë e re e Bashkisë Tiranës, pra një kafe me gjyshin, nuk e di e dini. Po ti sigurisht e di. Dhe duke qenë se ka 20 lekë në 100 lokale. Duke qenë se me këto ndodhite e fundit politikun unë s'po marr vesh një mut se ç'po ndodh me ç'po bëj. Duke qenë se unë nga fasule me pilaf drek. Dhe duke qenë se jo vetkingu, po vetkingu. Vetkingu do bëhet i pranishëm në do bëhet vetkingu, po do bëhet vetkingu. Dhe sipas asaj që ka thënë deputeti LSI-s, ne do të nesim një cigare me Miku hem në mëlla prap. Monika Kryemadhi. Deputeti Monika Kryemadhi ka thënë që të mos mbjellim ashash, hajde mbjellim shafram. Shaframi është një lloj e bime që bëhet thahet, bëhet si erëz, pastaj për erëza kështu. Por sa ishte çmimi? Tros dërsiven. 3.000 euro kilja shaframi. Kilja shaframi. Lëre më bira shashi më. Me fundi shaframi të ty më. Fusim nga tek shafram tani? Shafram. A gjana shashi, shaframi si mbrapsh, se shashi mbrapsh? Ha shafram. Shafram. Lori, ndezim ta provojmë se si. Ndezim një shafram? Hajde. 3.000 euro kilja, ut keqe lala. Të diqka. Si ka shashi, shafram. Ka kryka po të pëllindoj. Shafran. O, nuk e bajtët ma. I si u bone kështu. A të zirë 3.000 euro. Shaframi nuk digjet, nuk thithet, nuk digjet. Do më thëmë që ti më qartë tema për sot është me çfarë ta mbjellim Shqipërinë që të shpëtojmë nga shashi. Përveç shafranit, përveç shafranit që ka ofruar Monika Kryemadhi. Edhe përveç shashit. Edhe përveç shashit. Jo, ashash jo, shafram jo, se nga 3.000 euro kilja e shaframit. Po se është aq i kërkuar shaframi sa që tash ka eau de parfum, eau de toalet dhe eau de shafram. Eau de shafram. Shiko, unë mendoj që pse duhet vi pra një bim nga Azia e largët pra për të mbjell gjithë fushat. Po ne kemi shere bela vlla. Kemi shere bela nuk është keq. Është keq, ja. Ka disa lloje vlla, shere bel. Ka shere bel që është e mira, ka dhe shere blu bruto. Po ti si kemi? Sharon. Sharabal. Ke shere bele, shere fyti. Është një shere bele, shere fyti. Po. Është një shere harabel. Po, shere harabel. Mi pra të 068 20 3381. Këtë dërgoj mesazh për temën e sotme. Me çfarë do ta mbjellin Shqipëri përveç ashashit dhe shaframit, që janë me çmime shumë të larta, për të rritur cilësinë e jetës sonë, duke mos pasur probleme dhe me ligjin. Kjo tha në kuadër luftës kundër ashashit, pra. Po se shaframi është një bim që mbien. Që shpëtojmë gjithë, shpëtojmë gjithë ata. Shpëtojmë gjithë. Unë për shkakun do e mbjellja me bukë. Me bukë? Tanin bukë njerëzit vllai, ka njerëz që s'kan çat hajr. Prandaj më gjëra. Dalë gjë bukë pa grur thotë, ëh? Ai po merr dalë lama. Rosh vllai, rosh. Se ai e përdor shumë shaframin, po është drejt. Unë do doja ta mbjellja arat tona, pra shqiptarëve me karta bankomati. Shumë bukur. Për shembull, edhe se është shumë e bukur me karta bankomati? E fut kartën ti aty në tokë, dela lule karta quhet, ëh. Ama i vole karta. Ja duke vjen ka një sport plot me karta. More gjë si vet, mora kartat, mora si mora gjë. Kam 300 gram karta. 300 gram karta. Mi po me lek mbillet? Po mund ta mbjellim me lek. Me jetën e kemi tek bimë. Do të fara mirë. Fare mirë. Do të fara mirë. Dhe le të thrasim këtu një farë të mirë. O Lediono, o ju. Ledioni, arroz Lediono. Po bjon? Nau. I shkonin. Hajde Lediono. Hajde. Zemër. Ço vend ti je? Mirë. Do të thotë me flokët më bukur. Rafsh. Je shumë mirë bjon. Është e bardh platin skura. Platin skura? Skura, po. Po, Ledion tutem se nuk e tham gjithkohës, ka 20 minuta që vëllori Goshiti, por numrin në shqip nuk e kemi thënë, numrin ton. Numrin shqip. Okej. Numri në shqip është 068 40 333 81. Sa bukur. Ledion, shikoj çik të këngë. Pyeta se një shikoj mirë. 068 333 81. 68-20. Oh, pa harova. 068 20
333 Çeçni. Çeçni mama. 3338. 3338. Me text British. British. Bëj edhe pak efekt. Okej. Okej, 068 40 333 Çeçni. Zemër i pe Oscarit? Skandal. Skandal. Jo ti më pëlqen. Ai nga unë di që ty të pëlqej. Si unë natyroj. Kush nuk doli? Ku falje? Le të kërkojnë çfarë duan, nuk Kush nuk letën kush nuk skandal. 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 Okay. You don't know me. Jack and Jones featuring Unë e Bledo Ligia, po gjërë rikoshet, pa që i fat. Se këta këtu, pa që i fyt. Pra, me çfarë do t'i mbjellni ara të tjera përveç shafranit, po edhe shafran brenda ndoshta, kupton, me që bën 3000 euro kivja, kështu që ju vazhdoni të dërgoni mesazhe, po ketë pak humor brenda. Po çfarë do të mbjellni gjithë tokën shqiptare që të shfutojmë nga shashi, që mos ketë gojas PD-ja as poseca çasi. Por nuk ka koincidencë sepse unë edhe me njëherë erdhi plumi. Pak publicitet me njëherë pas pak. Në rikoshet. Tytë ka bërë tytë. Po s'mund ta thoni për Partinë Socialiste, për Partinë Socialiste, gjithmonë kam thënë që është trepe. Okej, mirë, kthehemi tek halli on. 068 40 3381. Ju dërgoni mesazhe për temën e sotme, e cila është. Ka të bëj pra me këtë mbjellje, pra me këtë idenë e re që është hedhur në treg pra nga shafrani nga zonja Monika Kryemalli, që thonë që pse mos ta mbjellim Shqipërinë me shafran dhe jo me shafran. Është një bim, nuk është medicinale, është një kështu një erës. Është një erës që është 3000 euro kilja. Po që përdoret në pjatat e kuzhinës indiane. Po ja të kthehemi më njëherë tek mesazhet që kanë ardhur në numrin ton, ta mbjellim me deputet, po inshallah nuk mbijnë. Mirë, një variant mbjellje. Mbjellje. Po jo, mbjellja do thotë që të përfitojmë. Domethënë ideja është që ne të mbjellim dhe të shpëtojmë nga shashi. Dhe po shpëtojmë nga shashi, shpëtojmë edhe nga këto trapliqet e politikës. Po, sa mirë sa e them. Të shpëtojmë nga shashi, po shpëtojmë nga shashi, shpëtojmë edhe nga kallashi. Kallashi po. Marieta thotë bima që duhet të mbjellim ne shqiptarët është duhani. Mirë, do të jetë nga Belsi Marieta. Ta mbjell, po, mi mbrëma unë do ta mbjell me Kastravec me shartim Luli. Luli është emri shkrues. Kastravec me shartim Kastravec me karrot. O Dima, sa për temën më mirë ta mbjellim Shqipërinë me pjeshka, se ato janë të mira e të shishme. O zot, si janë ato pjeshkat sa të mira. Ky që ka pjeshk dashës. Të pëlqen pjeshka? Sa të më dhe njeni, thot. Me një Nuga aga Pizza Nuga aga pizza Them ta mbjellim me Arbor Vitae bimën gjithçka shëruese. Arbor Vitae, bimën gjithçka shëruese. Mos është reklam kjo, mos e përse lexova unë. Ndyshe kokrazez me kokrazez atëre. Me syt që të pucasin Monikës. Shafran. Jo, shafrani është 3000 euro kilja. Monika nuk e ka keq. Që mos jemi dhe në rregull me ligjet me gjithë ato. Nëse përshëndetje çuna do ta mbjellem me deputet politikan dhe Hajvan Bardhi Tiranë. Okej. Që ti shtoje më Bardhi? Sa dalin këto që kemi, ngriu pak indri, ngriu kam indri. 140 kokra që kemi aty ke salla. Ta mbjellim me pordh. Që kur të pyesi tjetri, "Home çam bolle?" Molla pordh është sport. Ku jemi këtu? Mund ta mbjellim Tartufio Bianco Platinio si vlogut e Ledionit. 3500 euro kilja thot Lori. Tartufo Bianco Platinio. Lori vajza me që kam bërë me 320. O Djema, sa për temën mi ta mbjellim Shqipërinë apo. Pse duhet me lexum të mbjellin të gjithë Shqipërinë me punë që të mos rrinë njerëzit kot. Mirë ide bukur. Ta mbjell me punë. Me punë, si ta mbjellet puna. Alo. Ta mbjell me punë, jam. Doktori. Ti ke punë. Ti ke punë gjithkohë valla. Pse u vara? U vara unë. Edhe prapë s'pjesa. U vara unë. U vara. Jo. Unë nga i cop pic edhe jam si kështu në qef tash. Ka gatë me thonë çka ke u vara? Doktor. Çka ke vara? Doktor. Urnënoni. Unë kam përshtypjen që klinika juaj Urnënoni. Doktore. Është në gjuhën e Zogut. Të Zogut. Që kon e Zogut apo Zogut?
Met Zogu. Dhe bërt. E pra. Mbretit, jo. A di ju që mbreti Zogu ka pas emrin Meti? Meti. A qenë shumë i praptë e threshi Met Zogu. Si. Meti? Edhe kur Meti. Si me thonë shale, Salsano Rapi. Salsano, baba. A e ka pas Meti? Ja, Ahmet. Ahmet Zogu. Doktor, si ke qenë me shnetin? Ajmo mirë, mirë. Ju doktorat smojnë në herë se kështu kanë përshtypje njerëzit që doktorat nuk smojnë asnjëherë. Po kështu thoni ju se na shihni rrallë, po ne që shohim vetëm tonë shpesh. Ne kemi të bëjmë gjithë me pacient me smundje dhe ne jemi më të prekurit për ato. Ti ke bërë në ndërhyrje në trupin tënd kështu për shkak të smundjesh? Po, kam bërë themrën. Themrën. Po themra shumë e vështirë më. Kam pasi akil kjo themra. E ka zemrën këtë themra. Aty kishe të gjithë sekretin ti? Ne doktorat akil në gjuhën mjekësore i themi gjëndrave gudulisëse. Ato poshtë. Akili. Gjënat gudulisëse. Edhe këtu ke. Këtu mi diskrave që quhet ndryshe. Sjella bash gili. Doktor. Un kam përshtypjen që ti ke klinikën me oborr, ka hapësirë aty. Po, kemi ble me fal bashkisë, kemi ble gjithë vendet e parkimit, komplet rrugën. Ke ble gjithë? Komplet me dresen. Komplet me dresen. Ke ble. Se ky ka 1 kilometër e gjysmë nga medreseja, që kthesh majtas ka ajo që shet. Sparko asnjëri aty tash, kam ble unë në parkimit. Po pse ke bler gjithë këtë hapësirë, doktor? Koba? Kot. Për fasule. Ideja është për porn. Mirë, doktor, kjo nisma e re e bashkisë ju ka kapur ju si klinik pra me këtë kafe në 200 lekë, është zbrit kafe. Po, ne kemi aplikuar këtë zbritje, pra zbritja 50%. Me vjen kafe me gjyshin, juve si e keni aplikuar në la leuceminë tuaj? Kafe me smurin. Ti kafe me gjyshin ti? Po. Piu kafe gjyshi? Po. Pam kol po zemra, nga kasja. Sa ishte leucemia? Dan 200 lekë për ty, 200 lekë për dal. Sa lirë. Sa thumë. Mirë, interesante shumë. Aplikoj me zbritje, 50% zbritje. Po, ka kërkuar gjë ndihmë këtu ke Çadra, a ka ndonjë ambulancë që rritu, shteti mendon për këtë apo kush mendon privati? Shteti, po ja privat. Kemi të filtruar të leucemisë. Po, aty brenda? E kemi aty brenda. Hajnë fara gjithë ditën që të shkrihet me protestë. Me masa protestos. Ndërkohë vazhdojnë, kur ka shenja që i skuqen damarët ke huna ose ke veshi? Gjithponën. Domethënë një nga arsyet që këta janë entuziastë gjithkohës është gjithëpëra jote. Gjithëpëra ime. Edhe di si quhet gjithëpëra ime. Pam. Si? Pam. Shkurtimi i fjalës diazepam. Diazepam. Doktor. Ja. Ti mendon që Shqipëria mjepi? Flas për shafranin. Ora kam zgjidhjen. Shafranin ti e njeh shafranin si? Jo, shafranin zumë pa me sy. Mund të ketë dhe ky shafranin për prodhim dhe ilaçe, medikament, besoj. Po, ka shafrani përdor ilaçe. Po, ilaçe. Shafrani është përdorur në muzikë popullore, madje. Po. Si ky shafran shkret nuk palan Gjellën e qe dashurin që kam për ty nuk e ndroj për këta dy nuk e ndroj për këto dy luk. Ti si mendon, me çfarë mund ta mbjellim Shqipërinë që shpëtojmë mesazh? Pas një zgjidhje. Me pras. Se do thoni? Pse? E mbjellim me pras? E mbollum. Rritet prasi? Rritet. A është ajo fjala fluturon me pras në... Po, fluturon me pras. Tak, nuk ka po ekskluzivitet të rina si. Prishet monopoli. Qa gjetje, mo. Shoqëria low cost prasi. Low cost prasi. Fluturon gjithë shqiptarët në pras. Pras Air. Tiran Rom. Pras Air. 12.000 lek. Vjetra. 2.000 lek vjetra. Tiran Milano. Malpensa. Doktor. 11.700 lek. Jo, ky prasi. Tiran Paris këtë u mapsh. Doktor. 24.000 lek. Ky prasi Tiran Holland apo Tiran Holland si e dom. Ty për sipër, apo ta bosh me hund fluturimin. Doktor, sa vënç do jetë prasi? Deri 3 vene. Deri prasi madh me fjalë. 3 vënç. Po, ati ke gjethet, do ketë në vend ke gjethet e prasit? Ke gjethet të vesh valizhet. Valizhet? Ato pjesën e bakë, do hyrë si për pjesën e bakë. Shoqëria low cost Pras Air. Pras Air. Po ato qimet që ka prasi në fund që janë leshë që është. Ato janë shumë interesante.
Ajo është për të matë erën. Ajo për matë se sa një Ka frujera. Po shumë mirë, ja kjo zgjidhje. Harron Ashashin, hypën prasit, gjithë Shqipëria fluturon me pras. Osale. Falu, është super zgjidhje. Ke i bashkë një della 2 metra katror ton. Sa kushton? Me blet Tirana afër shpitate për shembull. Sa kushton? Pa 2.000 euro. 2.000 euro. Blerë 2.000 euro. Mund bjellësh 4 kg pras muj. Si do thotë, ti ke 4 avion të tu. Edhe i ul. Ke gati një kompani fluturimi. Pra ti je biznes i madh. Ti bosh direkt biznes i madh. Edhe me 12 euro. Edhe tu komptive, se kom gocën thot ajo, kom gocën Firenze, tu më studiu. Tak prasit. Pras air, po thonë. Tak fap, marr bua. Më pëlqen shumë, të fluturojmë gjithë me pras, më pëlqen shumë. Duhet shumë si fantazi e çfrenuar, po unë them që është gjetje, ëh. Ne kemi kohë që fluturojmë me pras. Po patjetër. Pse më revolucionarizohet edhe mënyra e fluturimit. Pse? Pra nuk fluturon më me pras. Kupton? Po. Fluturon me pras në sjetull. Një knej. Klap, ikën prasi nga. Ja, morësh. Shiko. Ose që ato plakat magjistare që e fusin prasin. Ose me pras ngoj. Me pras ngoj fluturohet? Ka Ose lezet. krema sar. Po me pras në dorë, doktor. Me pras sar, po si autobus. Po puna se të pijet krau, sa kalo. Adriatik të pijet krau. Pijet krau, do kalosh mbi detën. Po dhe hekra. Po dyshim dhe ne jemi në kontakte sipër, në Alket Islamin. Oh, dhe Alket. Që bashkë me hedhjen e parashuta, Që me bjalë. të vit bëjmë dhe hedhjen e pras. Ju bëni një joint venture me Alket Islamin, ë? Po. Pras e featuring Alket Islamin. Albania Open që ka ai, Albania Open, po. sponsorizohet nga Pras Me Air. pras e. Doktor, ky mjet fluturimi do të ketë besoj dhe kushte të mjaftueshme dhe të mira për të qëndruar mira. Ku pyesim ja fluturojmë ne valla? Po doktor? Sa interesant. Era 12.000 lekë, era ke Do kushtet ti. Sa kushtet do tani 12.000 lekë fluturova. Parashuta do ketë që të mos Ato po pyet Indri, a ke marrë ujin tim? ujtin këtu? Jo, ujtin tat jo. Ja ky është ujon. Ky është. Edhe kështu. Mirë doktor, faleminderit shumë për gjithë këtë zgjidhje që dha. Ta mbjellë Shqipërinë me pras dhe të fluturojmë me pras. Kështu që gjithë që ju që nuk e dini, tema për sot është me çfarë do ta mbjellim Shqipërinë që të ftojmë nga Shashi, po dhe citojmë ama. Bravo, shumë. Po citojmë se do lexoj mesazhet Monika Kremadi ka dhënë një shafran, është një bim indiane që ka 3.000 euro kilja e that. Imagjino ç'bëhet. Nami, Odema, pyeti një herë të doktorin, merr vesh gjë nga pjeshkat ai. Doktor, na rekomandoi ndonjë gjë nga ai për pjeshkat. Ky pas ka merr nga pjeskat këtu valla. Mesazhi tjetër thotë shafrani mund të jetë i mirë, por më të mirë nga Shashi nuk ka. Ai është ilaç, thotë. Marieta. Okej, Marieta që nga ashashiste. Jo shafraniste. Jo shafraniste. Përshëndetje çuna, isha në kryet Florin. Okej. Unë them ta mbjellim tokën me antidjers. Sa bukur. Për gjithë ata që kanë alergji ujin dhe shampon, respekte Mandi Korç. Merhaba gallar. Ja dhe një merhaba gallar, ku ka më mirë se me mbjell lule peruje morçuna. S'kan pse stresohen çunat me të sill lulen prej anej. Respekte dash Riflio. Flori që ka ky. A dashi Florit. Përshëndetje çuna, të mbjellja deputet politikan dhe e lexom të. Përshëndetje me këngë, këtë bërë me këngë. Përshëndetje me këngën e botaj Mirë, ne do të vazhdojmë Salsanën sepse kemi disa informacione për të dhënë, për të hedhur. Vërtet? Po, kemi disa. O, sa mirë. Do të flasim për lëvizjen e re, pra që ka filluar një lëvizje e re, një grupim i ri. Danoçi Lëvizës quhet. Danoçi Lëvizës. Do flasim pak më gjatë. Danoçi Lëvizës, ë? Lëvizës, po ka me sa merr Danoçi? Ai do të mbrit drejtat e çunave tamam. Me kanë çunat tamam kanë Danoçin si përfaqësues për të bërë drejtat e tyre. Jo, është lëvizja, quhet lëvizja Danoçi Lëvizës. Kryetari i Danoçit do flasim pak më vonë pra që mos ta dekonspirojmë gjithë historinë. Lëvizja ka një link danoçi.com që mund të zbuloni pra gjithë programin që ka kjo lëvizje. Shiko, interesante. Kaq do të thosh, deri tani kaq. Po ti më thashë e lam dhe publiciteti, thash mos do flasë shumë. Do shkëpullemi sepse do të tregojmë pak më vonë. Okej, dhe një do të them numrin e telefonit Adi 068 43 3381. Por temën sot me çfarë mund ta mbjellim Shqipërinë për të shpëtuar nga Shashi dhe ta bëjmë jetën e bukur. Më njëherë pas publicitetit dhe festë informativ, do të fus për orën e 2 të Rikosheti, fusim në ai shafran? Jo, ja shash. Po shafran, më mirë me shafran. Çunat e nonës veteje. Kana na çunine guspellumine, jarnana, o te ke qenana e. Mirë, sa më Rikoshet të bashkë
Pra nga kënga jonë e fashme, çuna dhe nënës. Çuna dhe nënës, e cila çuna të nenjes, e cila në i paetin britanik. Është mbas era i strefit. Mirë, do të lexoj mesazhet që kanë ardhur në 068 43 3381 dhe ju që nuk keni dërguar akoma, mund të dërgoni tani mesazhe për temën e sotme, e cila ka të bëjë pra me mbjelljen. Me mbjelljen. Pra, jo të flokëve? Është hedhur në treg pra një luftë e re kundra. Është hedhur në treg një luftë e re kundra Shashit. Kundra Shashit. Pra heqim Shashin. Po, dhe LSI-a si e shpërndajmë Shafranin, e hedhim Shafranin. Jo, LSI-a tani si interlekutore. Interesant. E gjithë politikës shqiptare. Sanguino. Ka thënë që ta mbjellim, ka thënë Monika, ta mbjellim Shqipërinë me Shafran, që të luftojmë me Shashin, sepse Shafrani që ka 3000 lekë, 3000 euro kilja. Po sikur dalë në 1 kilogram 3000 euro mo. Po sikur dalë në një mëngjes që aty ku mbjellet Shafrani mund të lejë edhe pak tokë për të mbjellë aty një, edhe jo, Shafran edhe. Jo, mund të mbjellin në një më i zgjuar, edhe Shafran dhe Shash. Mirë. Ashtu, tani tema se do mbjelli Monika me këtë. Ju të që po na gjojnë në momente, me sa do mbjelli, diçka tjetër interesante. Ti sa theti me sa do mbjelli ti? Jo, sot më duket kam dëgjuar një lajm interesant. Duket si do mbjellet Shqipëria me lëndë kimike, pra se kanë ardhur ca kamiona nga bari, nga porti bari kimike, me lëndë kimike, që të shuhet komplet bimësia. Haj çuna se më kishte munguar, thot Luneda Berat. Shiko Luneda, përshëndetje, si je ti? Kam i goce, si ke kalu? Mirë, po bëj kopa u dëgjuar. Unë mund mendoj se kur s'kemi përshpëtuar nga Ashashi. Për sa kohë kemi këta pushtetarë në krye. Jo kaq të zezë. Jo në krye, pa ti Luneda. Jo, nga shpejtësia e gjysmën me trangu, gjysmën me shalqira, thot mesazhet tjetër. Mirë. Që ka i gjatë ky mesazh, ku fillon? Aty tek lulet në Shqipëri janë gomerët. Unë sugjeroj të mbillet me Paulonia. Po ajo. Po çika. Nuk është ç'është Paulonia? Është një pemë që rritet diku këtej nga Paulonia. Përdoret rruri. Nuk është më nevojshme për era pemëve, i njohur në bursë dhe mbas edhe në konkurse të vet më konkurrues se vet Ashashi. Më konkurrues, okay. Ne themi ta mbjellim me Spes Dix pasi hajdi njom, i thatë dhe turshi, thot grupi QC. Me fjalë të fuzim Spesin në përdorim. Përshëndetje, Shqipërinë ta mbjellim me shartimin e kanabisit me shafranin. Pra ide që thashim pra Gizikort. Një shartim, thot. E kemi mendjen tek pjeshka valla, se jemi me lirit kufizuar burg. Po që në burg. Do vetëm pjeshka valla. Ti që ke në burg ti. Pjeshka. Po mirë më një javë, nuk sjell ndonjëri pjeshkë këtu. Çuna, ja unë këta më vjen keq për shkakun. Gjunaf. Po kufizimin e rritës. Për bëj gabim edhe hyj mena. Ja ky rrezik me Ashash ka hyj. Nuk diskutohet fare. Çuna, përshëndetje, mbyllim Shqipërinë. Si jeni joba? Ku jemi zot vogël? Çka më nerva? O sim ka? Tam kishte marr malli të më thoje çuna. O sim. Vat mëndera fundit. O sim ka? E fiku fare. Dgjoj, ke qef shkosh në burg? Për qef. E kam çuar njerëz si vin. Pse s'me konkurs? Po për të punuar kështu sapun. Sapun. Jo papun, sapun që pas. Po mirë se kështu dëgjova, më vjen keq. Nuk më pranuan, i thash po mirë, po sapuni lëngshëm. Sapuni lëngshëm, jo as i lëngshëm tim ka. Ashtu, beta shpesh gënjur. Po me acid. Urdëra? Acid. Acid, shumë për trepat, për këto rëngsat. Në formë acidi. Kështë shkuar në mëndja. A shefti? Qimka, nuk e di pse ka... Apo përpysa, a shef apo ja? E shof. Kë? Acidin? Jo, këtë pasditen. Pasditen, po jo, tani... Se kush është ke pasditja? Pritë të shumë që i qash ke pasditja? Më përqen shumë ke Jonida, i ka si shumë të bukur. A Jonida, i përqen Jonida. Mirë, Qimka, nuk e di e kam përshtypjen nga bim, le të shpresojmë kështu, pra unë me Salsanon kemi vënd diçka te këty, pra, të ka vetja në qef. Kemi vëre. Ka vetja në qef. Mua çdo pra ver më hypën dhe çdo vjesh më spret. Po ti më ndihmon akoma, pse të ka hyp tangëllim? Ti si thonë se Salsanon? Në tilla raste që kjo nga ajo kur hyp vetja në qef tjetër, ti ka hyp kalit mrapç. I ka hyp kalit mrapshe?
I kam hypur njërë kalit brapsh në daj. Ja, çimka, është më tepër mos ofrojë se kanë kufjet interferencë. Edhe çfarë? Daloj kali ke mali me gropa. Ti ishe mrapt? Unë isha mrapt. Edhe sprita unë nga kali, më shqip se kali ma bënde. Hiq që thoja unë. Hiq prapti. Qërë të të bërë? Mali me gropa? Notës vorrit të atregoj. Sa të ndodhi, Kodrat kanë sy, malet kanë gropa, qeli ka yje, të herota. O çimka? Po sa ndalë sy të veni çimkës. O çimka, jo, pak më parë anoncuam një lajm, nuk e di, lëvizja e re danoçi lëvizës. Për çuna. Kaq ta thebur, sa them çiku shumë. Elaboron çimka. O? E njeh si lëvizje ti? Është shoqat që është kundra ne. Kundra tyre. Jemi rival me këto. Pse çajin to? To mbrojnë të drejtat e çunave. Ne jemi ozoni lëvizës. Ne jemi ozoni lëvizës. Ozoni lëvizës. Sa më shumë veta bëhemi në ozon, aq më shumë hapet shoqata. Shoqata? E vrimës ozonit është ideja, po. Çimka ti e ke pija shashin, e ke provuar një? Ka provuar një herë. Edhe më ka dhënë stres. Pse? Më ka dhënë angst, edhe që atë nuk e fus më ngoj. Po mirë, ti do hyje një biznesi të tipit ta mbillë Shqipërinë me çfarë që të fitoje, po mos kisha shash. Pra për inata shashit me vibrator mos thuj. Dim. Kam disa variante, varet kush është më i mirë. Mirë, po një variant. Që sfitojmë nga shashi, me çfarë do e mbjellësh Shqipërinë ti çimka? Atë ka disa variante. Për mua e para herë ta mbjellim me Ibrahimovića. Sepse nevoja botrore për salsa jetë që u rritur. Ja, mirë po. Qa thumë? Dhe ne jo vetëm që të plotësojmë kërkesat e tregut vendas për salsa. Po? Por dhe ato të Europës, Afrikës, Azisë, Amerika është nga përdëruesit numër 1 të salsa. Ashtu? Si ka mundsi? Pastaj vjen Azia. Edhe Azia? Shafra. Azia një vajzë përdor salsa. Vërtet? Po, që ka zona, për shembull, një në një vajzë. Një në një. Ha, një në një, çfarë? Gjitha. Ka zona, për shembull, në Seul. A dhe në Seul? Në Seul që ka nami. Në Malazi, do më thënë çdo vajzë. Si Malazi, Seul është... Seul e... Po, Seul ajo, nuk e ullë Seul. fare. Seul. Vetëm e ngre. O që më ka kot më tepër për kuriozitet dhe informacion se duam të dim dhe neve se... Ordera. Kush të doli zërë kështu çimka? Kush shtet? Kolaudova një vipra. Kolaudimi? Ki bëdhe kolaudim? Po. Çimka, kush shtet e ka gomën më të mirë çimka që prodhon Timbuktu. Timbuktu? Timbuktu? Timbuktu është një... Timbuktu është një kryeqyteti... Timbuk atje, hajpet! Timbuk atje. Pse, është zona që goma... Aqë loj peme, po, goma, e shon shumë mirë, madje. Madje? Qofse ti e spërkat rënjët me ujë, me ngjyrë për shkak të zezë dhe gomën e nxjerr me ngjyrë të zezë. Vaj nga ngjyra ujë që vën dit qartë. Derisa shkon lartësia e pemës apo Ibrahimovicit. Ibrahimovicit. A është me dëshirë tale, ti mund ta prenotosh online. www.diktu. Jo vazhdim nga trova. www.diktu. Diktim. Dikdu. Dikdu. Fasim. Dikdu, do më thënë. Dikdu, apo du. Diktu. Dikgo. Ke fundit nuk e kuptova. Gjithsesi që
Edhe mund ta pretendosh deri 20 metra, domethënë për festa shoqërore. 20 metra. Për shoqërim kështu. Për shoqërim që ta mbani në dorë 20 veta për shembull. E ke edhe me wireless. Çimka, sa për ka ardhur një live. Ai është. Jari, se të vez. Po ku shkon bjellja? Çimka, ti ke të dashur shpirti i vogël? Për momentin ja. Je single? Je single. Jam beqare. Atëherë të gjithë gay që po na dëgjojnë, Çimka është single. Po pret mos kapim në gjë të mira aty ke tenda, ke çadra. O ja, pse është miksuar aty. I që ka fut tendës, këtë i majmë qafë për dëmë. Qika gota. Jo, qika në thuaj. Aba e tha. Ajde Qika. Jo, nuk ka nevoj. Ja, sa i thjeti e gjithë. E morit gjithë. E ka përceu. E tha. E ka fesuar. Nxire Qimka, nxire telefonin. Mirë Qimka, i tha gjitha Qimka. Mirë Qimka, largo. Të përshëndesim Qimka. Mirë, nuk e dim do kemi, po mi mbrëma çuna sa për temën, unë them ta mbjellim lesh, se ne lesh do morim si e miellim dhe se miellim. Ju përshëndes tani. Shumë bukur. Mirë, vazhdojmë pra lesh ke. Mirë, le të vazhdojmë pra historinë tonë, pra Salsano, por këtë luftën që po ky Danoçi Lëvizës na tregon sikur shumë për këtë. Danoçi Lëvizës është një lëvizje e cila ai siç duket Danoçi Lëvizës është ndikuar pra për t'i bërë, jo për t'i shpallur luftë pra, bashkimit që ka Qimka me grupin e vet. LKBTK-BS, po. Sa vitin më se di emrin mirë. Kështu që po i bën sfidë. Pra jemi dhe ne, jeni ju, po jemi dhe ne. Pra jeni ju, po jemi dhe ne. Këta janë amshor. Po, këta janë Danoçova. Këta vetëm të këpusin, s'ka. Po kanë një program, faktikisht nuk e... Që ishte kjo? Mbrëma. Ogreni. Ogren, sa mirë që more Ogreni Big Brotherit. Ogren, e viti që të ka dalë emri sikur je Se është këdhoma tjetër. Sigur çfarë? Është me Soros. Me Sorosin? Me Sorosin. Është këdhoma tjetër. Kush është më këdhoma tjetër? Nita. Jo. Vazhdon të rrestu ajo? Që si mas sezonit. Ali, kur të filloni? Ne fillojmë të javë, Portokalli. Mora vesh që fillon dhe Big Brother? Po fillon në mars, në 8 mars. Në 8? Në 18, 16, 20, 21. Diku 18 mars. Po në mesi marsit. Dhe japi numër? Po do mërë një vetëm kur të qoj dhile. Po mirë është. Po pse ka qishë situata? Jo, nuk është. Ku je tani, ku je? Po shkrevatit. Po shkrevatit. Dritën e ke fiku. Po. Edhe me dritë fik. Me dritë fik, ha? Po me qa, si në gjoni me, ku vi në gjoni? Ka dhe një shok një pahisit vogël, kam qefur në mes të organit. Po mirë, na bjon do ti me dritë fik? Po. Dijo, alo. Po. Ha mund s'ke? Hije. Erë. Shimje kapi. Ai, po. Po, s'na qenë. Ogren, tu them, jo, Ogren. Alo. Rri në linjë, Ogren. Alo. Si është gjendja? Alo, kush je ti? Neta tje? Neta ne jemi... Si është bërë? Kush je ti? Muti! Me burë tim! Jo me jemi meshkuj, Meshkuj? Mashkuj. Që ka neta me mod. Nuk është mota, është delay. Delay zërit më. Delay. S'ko zërit në delay më. Kush e me u kafsh? Ne jemi Rikoshet. Rikoshet? Haj, bën eko zëri. Bën eko zëri. O, shëtë në Roma.
Rikosheti Top Albania Radës, mo. Po ju. Ko të fumo hati, ori! Po qa, s'keni mobile fare, bosh që zona që ka e. Mobilje, moj. Mobilje! Të grull! Të gjoni, o grenin tim, o grenin tim, o të sanë të fërnaj. O grenin tim. Mirë të boni. S'pun keti me telenovelde e televizionit tjetër, mo. Pse qashe? O, shtritare, Qa lutari? Në Galatasaray, në Blendi! Ma lërë të flasë, Blendi! Pa punës të smendi ma ke gënume. O grenin të regullojon të. Kjo së rrugullu zëri fare, kësa? E pas ju. Sa regullojon. Pa e dyta, unë e filosofe. Dhe kur, filosofoj, do të them dy gjëra. Kam bërë një poem. Ke bërë një poem për kë? Po shkruan kjo. Quhet Dituria. Dituria. Ka citate. Ka citate. Është një poem, Është me citate. Unë thos ishte emër, ka citate. Jo, sot, po e tregoj vetë. Na thunë një citat nga atë që ke shkruar. Quhet Dituria. Dituria. O ke shkruar tati. Citati, tati. Tati. Ta djem një tat. Na lëshoj një tat. Ma duhet një bazë shu. Indri, Qa bazë do? Një bazë, Indri. Romantike. Ja, një bazë romantike. Pa tjetër. Citat nga Neda. Nga Meda. Neda. Dituria. Po. Interesant. Fillim. Ama. Që janë reagime këto? Ama. Ja. E mos u talë me ne da. Do të titulli Zanoria kjo. Pës. Pasaj e vjen. The number you have dialed is the bird busy. Please take it later. Kjo ishte ju përqeu? Shumë bukur. Shumë bukur. Sa do thënë ti do ta shesësh të librin sa ta nxjerrësh shit. Po zot. Shqyse në fajnë një euro faqa. Ikso, Neta me cata mbjellim Shqipërinë që zbutojmë nga shashi. Me ogren. Asa vime mi. Lule ogren. Duke që e do. Lule ogren. Po të rrë brave. Ikse na bërë për ta. Indro mbyllë. Fajndes. Na bone për ilaç na bone. Mirë, do të shikojmë vetëm pas pak, mos harroni 068 4033381 për temën e sotme, e cila flet për mbjelljet në Shqipëri. Me çfarë ta mbjelli Shqipërinë që zbutojmë nga shashi? Po, Indri, livrazh grulli është apo më vonë? Më vonë kemi lajme nga livrazh grulli. Gazetari jon pas si lajme? Ka marrë për shafranin e Monikës? Nuk e dim, do t'i gjejmë pak më vonë, thot Indri. Indri, do shkëputemi tani apo do vazhdojmë emisionin? Si më thon? Po, shkëputemi pak edhe një herë pas publicitetit do kemi një gjysor që imagjinoni ta çfarë do bëhet. Shplarja. Top Radio. Publicitet. The past. Shafran. Nuk e di sa në bëj, ai që the pak më parë, pak më lart në hyrje, në krye të emisionit. Sa thash se s'mbaj mend. Nuk e di po ku po shkon kjo politika jone, po na shkatrojnë më kur. Po shkon për lesh. Si ka mundsi? Si do t'ia gjejmë fillin? Këta duan të marrin mbështetjen se këta tjerë duke lënë. Po nëse kësaj kemi ne që duam të ecim drejt. Ne duam të mirë, po diu, këta. Si ka mundsi? Luftë njëri. Që lufta për mbështetje që ka shumë shëmtuar. Po kështu do vazhdojmë vit tjetër. Kështu që më mirë t'ia fusim në jashash Salsano. E fusim në Rimrata. Mirë tani është momenti për të dëgjuar Shafran themun. Shafran. 3000 lek kilja. 3000 euro kilja. Edhe si për pilafit shafranin. Pilaf me shafran? Po 3000 euro kilja. Disa çon 2 kokra shafran. Pak shafran, disa çon pjatën.
Prandaj kemi zgjedhur temën për sot që na ka mbetur rreth 20 minuta, 25 minuta për ta mbyllur rikoshetin për ditën e sotme. Dhe tema për sot pra ishte me çfarë do ta mbyllim Shqipërinë që të shpëtojmë nga shashi. Po që të fitojmë dhe leka më. Patjetër. Sepse shafrani që ka thënë Monika Kryemalli që ka 3000 euro kilja. Dhe duke ushitur gjithë ky shafran pra parat mbeten në Shqipëri. Duke qenë në Shqipëri pra e konfisë me një tjetrin. Shafrani shkon në përshitje. Se blen mbulon tregun evropian, sepse shafrani është i shtrenjtë. Nga India për shkak. Në vetim shafran. Mirë, do të ngjojmë livrazh grullin Indri. Okej, ngjojmë livrazh. Atëre, po, livrazh grulli pas ka një lajm shumë interesant për Rikoshet, gazetari ynë i nderuar, livrazh grulli. Ç'është kjo? Lo. E dëgjojmë livrazh grulli. Për t'ja bërë sa më të larmishme dhe pa stres punën, krye prokurori i përgjithshëm zoti Adriatik Llalla ka sjellë një ide interesante për prokurorët e tij në prokurorinë e përgjithshme të Tiranës. Ai çdo ditë në orën 5 mbasdite i mbledh prokurorët në korridorin qendror të institucionit të tij dhe u bën solfezh. Pra, muzikë. Ne si Rikoshet, me të dërguarin ton atje, patëm nderin të merrnin pjesë në një nga këto seanca të solfezhit. Dhe ja që dëgjuam ne në disa çaste të ndodhur atje. Pëllart. La 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 la. Pak pëllart. La 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 la. Shumë tjetri. La 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 la. Më poshtë. La. Më skiç. Pak më lart. Kjo ishte shumë bukur, vetëm se livrazhi nga që nuk ka një uri muzikore, ka të solfezh. I dërguaj tjetër, do t'i thash. Shkoj gabim. Kto janë vokalica. Vokalica quhen. Nuk quhet solfezh. Gjithsesi, ishte shumë bukur. Imagjino tani, për t'i futur, për ta personalizuar prokurorin. Përshëndetje o bosat e Rikoshetit, sikur të miellim pak edukat për Albanin, domethënë, do të ishte shumë super dhe me pak hasho. Miellim. Edukat, se jemi populli pa edukatot. Ky më shumë edukat do ishte më mirë. Mirë, do të gjem tjetër apo? Pse ka akoma livrazh di? S'ka, okay. Jo, më jo, tani e mbyllim ishte shumë bukur. Ne sa e prishim atë. Skic. Do ta them edhe herë tjetër, do ta sfitoj edhe herë tjetër, po pak më vonë. Si lajm. Ju e dini. Mirë, vetëm vokalica atëre, po. Vokalica quhen këto? Vokalica. Ja, paska fut livrazhi. Po, livrazhi. Pëllart. La 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 la. Pak pëllart. La 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 la. Shumë tjetri. La 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 la. Më poshtë. La. Më skiç. Pak më lart. Shumë bukur. O, sa relaksi. Mirë. Po, këta prokurorët, a thu janë në këtë vit? Më ka konsidu se s'ka mundësi. Alo. Zoti Çari Laksi. Çari Laksi. Çari Laksi. Çari Laksi. Relaksi, jo relaksi. Jo do isha mi mbrëma. Çari Laksi. Mi mbrëma zoti Berisha. Nuk mund të mungoj ti sot Berisha sepse kemi shumë pyetje për të bërë ty. Nuk mund mungoja unë sepse sot një akt i shëmtur ka tentuar të jap fund protestës së Partisë Demokratike. Kush e ka bërë këtë moshë? Një qytetar solli fara të helmuara. Fara. Thika me helm. Çadra pistolet. Çadra pistolet prapë? Thika me helm. 240 i mbushur plot me tritol. 240 me tritol? Tentoj të futej brenda kryeministrisë. Po, 240 ç'është më i ka DJ Babruja. Ba i vjen. Mos është ai ja. Edhe çfarë ndodhi zoti Berisha? Por, qytetarët të cilët protestojnë i dolën përpara
i hangën të gjithë fara të Batelgube. Kanë selektuar. Neutralizuar njerëzit që sollën çadra pistolet. I neutralizuan patjetër, pastaj ka çadra pistolet. Sille. Neutralizuar 240 që kishte 200 kg tritor. 200 kg, më shumë tritor se sa makina, valla. Gati akt terrorist, valla. Këto 200 kg tritor. Ne do I përdorim për të urur kujto që ka ditësitin tek çadra. Për t'i shpërthyer. From fishek zjarri, po. E do dilli nga kryeministria? Po. Tani zoti Berisha kam I pyetje. Po shpresh një dëshirë dhe le do të hedhim. Shpreh një dëshirë. Tani zoti Basha tha që thyni xhama, çani goma, triqini zvarr nga zyra, përdorni dhunë me fjalë, me grushta, me dhe doli dhe ky Shkrenik Spahiu. Si ka ky? Kreshnik Spahiu, I cili Sër Kreshnik Spahiu, I cili ca nuk të ka bërë ty para një 4 vjetësh, çfarë nuk ka thënë për ty? Nëse, tani u bë shok, po si nuk ka? Ka valla. Po jo tash, ju mund ta shaj dhe ta pajtohet prapë asaj kështu, në këtë formë. Nëse ky sa të bëhet 97, je dakordi me këto dhunë të ushtrohet për të marrë pushtetin? Ja, sa që do bëhet 97. Të gjithë njerëzit kanë nostalgji. Nuk sa ashtu, në një farë mënyrë, Të gjithë kanë nostalgji. Të gjithë të kujtohet një këngë e bukur për shembull. La bush. Nostalgjia është vegël e mirë për të ecur përpara. Nostalgjia. Dhe ne s'mund të ecim përpara pa dëgjuar edhe një herë tingujt e mrekullueshëm të 97. Pra hitet e 97-s. Hitet e 97-s. Hitet e motrës. Si ishte? Hitet e motrës. Pitet e motrës? Zotri, sa po më njoftun tuk tek çadra? Po? Që një qytetar që proteston Shtjefni nga Vlora ka ditëlindjen. Po sa ditëlindjen. Do bëfti 100, Atë ti këndon këngë? Prit Zotri. Ti këndon këngën? Këngë ka dhe një tjetër. Kush? Uka nga Saranda. Që ka nami aty. Ne ti këndojmë këngën dhe ti hedhim tortën të kryeministria. Po torta ato dritola domethënë. Shumë uri me perë ju. Shumë uri me perë ju. Shumë uri me perë. Ukën edhe uka nga puka. Shumë uri me perë ju. Iku çadra. Ky është vetëm fillimi. Sa fillova, këto e vetëm ditët e para, Ka po rrëzuan pendën me neonat kryeministri. Shiko, mos është kilometra aty afër me. Nuk është më. Tenda. Nuk është më tenda? Ajo është kryeministrisë. Pa ajo e çadrën. Mirë. E mbron aureola zjarrt e deputetëve dhe qytetarëve të lirë demokrat. Bravo. Ashtu është, aureol tamam është. Po mirë zot Berisha, kështu do vazhdoni ju me dhunë me gjëra, Jo vetëm e hodhi për qenë në njënë. Pas ka pasur dhe një Auroni nga Hasi. Mirë, zoti Berisha. Auroni nga Hasi. Zoti, jam në merak ose merak dibër nëse për koincidencë mund të ketë një ditë, 20 ditë lindje në një ditë. Do shpërthej. Ne atë ditë po presim. Atë ditë, kur të keni 20 ditë lindje. Edhe po s'pat ndoj sa joni edhe. Do falsifikojnë dokumenta. I përgjithë qytetarëve, kush e ka nesër ditëlindjen, të vinë që Të vinë çadër që të hemi tritolin. Bravo. 20 i kam gjetur ndër tani erbam. 20 ju, 20 ai tjetri. Ja ku bë fitoria. U bë fitoria, 60 kalup me tritol. Ja ku bë fitoria. Është situatë shumë e vështirë. Po më zoti Berisha, po më gjithë kohës me dhunë të ta bëni këtë punë. Gjithë ditëlindje. Po pse më nuk votoni në 13-18 qershor edhe fitoni me vot pushtetin më? O zotri. Qose do populli t'ja japi.
Dhuna ka dal nga Xhelal Xheneti. Xhelal Neti. Gjurë se më përmë. Fali pak. Po vjet për të. Zoti Berisha, të shtiz Berisha. Shif nga dielli Zoti Berisha, pa të shtim. Ne do të shpërblem këtë pjesë. Zoti Berisha, si hodhi këtu të shtiu dhe plasi, si kanë çdo gjë i plas. Zoti Berisha, po, një pyetje. Për Sorosin lutem. Zotri. Se ky Rama më duket mbaner. Me Sorosi me rë. Vjen gjithmonë kur në një vend Sora vjen gjithmonë pasi kafsha ka ngordhur. Që do të thot, Shqipëria është në pikën e saj më dobët. Prandaj Sora e Sorosit dhe Zora e Zorosit po ja afrohen këtij vendi. Zorro është ai personazh i famshëm. Neve e largum Zorron, jo vetëm nga filmat, por edhe nga investimet që do të bëlte. Largum Zorron, tani do largojmë Sorron. Zorro dhe Sorro. Zorro dhe Sorro kanë pas bashkëpunim. Ka pas Zorro 1. Viva Zorro, quaj. Zorro 2, hasta siempre. Zorro 3, ¿por qué Yolanda? Zorro 4, ¿dónde estás Yolanda? Ka qenë një maska e Zorro 5. Zorro 5. Porque mi wendo de rumbo puendo. Qash kë Zorro? Meksikan. Po sa informacion që ka dhe ky më, po i papamësh më but. Zorrosi dhe Sorrosi nuk do jenë më në këtë vend. Prandaj, votoni për ty. Po qa votoni më lajuina, ty thoni do majnë pushtetin në dhunë. Mos bëhe poziti tani, qke? Sepse nuk ta jep njeri më zotri. Unë kam talent pushtetit. Se të mos ma jep është mundësin. Të studioj 4 vjetë të tjera në kryeministri. Ta dham 8 vjetë më la. Nuk arrita ta përfundoj. Po se arrita përfundoj studimet të temë në universitet dobët. Për kryeministër nuk mund t'i caktosh t'ja fat kohor zotri, 4 vjetë. Një 4 vjetë bëjë zgjedhje. Unë jam i talentur. Dhe unë si talent du t'a shtri në një rafsh kohor për 20 vitesh. A ti do t'ishtë 20 vjetë kryeministër? Edhe 20. Të lutëm. Të lutëm. Jo. Do bëjnë nga talent ka qenë. Forcat e lira të Partisë Demokratike po ja afrohen piramidë. Zoti Berisha, të dalim tek problemi i temës që kemi sot për shafranin. Ju keni problem teme. O zotri, Shqipëria ka probleme më të madhore se një temë. Jo, ne kemi temë sot. Me çfarë ta mbylli Shqipëria? Po shoh një burr që po bën çicin pas pemës. Të po shkoj t'i jap dorën. Shkoj jepi dorën. Sepse atë pemë ka bjell lulu. Çfarë? Lulu. Lalieri, Te fondet publike të taksa pagusve. Po shumë i ka bërë që kanë bërë. Si mos sotri, kishte lezet konton. I këpusnim dajt, i mbillim Tiran. Zoti Berisha, sa në vlor, sa në Tiran. Zoti Berisha, kulluvar. Tani jo, mirë thot Zoti Berisha, sepse tentuan të mbillin palma. Nuk e kam Erisha. E kam Zoti Berisha. Zoti Berisha. Zoti Berisha, mbollën palma këto të socialistët. Ju thanë palma të rrugës. 4.9 miliard euro palma. Jo. Ku i dhe palma? As mizat e... Po këta ishte kjo më bërë. Zotri, jo, shto e që të vlaf pisët unë e shkepti. Po jo, mos si ka shumë tritarë Zoti Berisha. As mizat e muqit nuk i shkun këtyre palmave për Mizat e muqit. Po qa, ato palma të farë qelen gjithë të vite. As për drus zjarri nuk bëjnë do të ato. Palma të ato satu ti? Po thanë? U thanë, për nuk qelen. Jo vetëm u thanë, po edhe u thynë. U thanë, u thynë. Edhe u thekën. Ka qelur vetëm një palm ke Tajvani. Dhe ajo tek pull është palma që simbolizon fitoren e Partisë Demokratike në zgjedhjet e prillit.
O, zoti Berisha. E prillit. Se do rrim ne durojmë deri qershor në prill. Në prill. Në prill. Ti je tona. Prill. Jo. Zoti Berisha, lutem. Do të ishte mendime sikur ta mbyllim me thana? Jo. Me thana. E nisa projektin tim me arror dhe frutor. Po. Me ullor. Për ulli. Ulluk. Ullor janë ullit. Ullit, arror janë arrorët. Me turshor. Turshor, turshi. Me datzor. Xaxiq. Me katror apo jo? Katror, ç'është katror? Është pem. Me stikor. Stika. Me fiqor. Edhe fiq. Në gjithë bim të, në gjithë pem. Me bajamor. Edhe bajamor. Me lajthor. Po me karror. Edhe karror. Po, karrota. Por duhet të ikish sotri të ndjek live fjalimin brillant. Të lullit e zimit. Të lullëzimit? Pizza 4 stinët. Po, ati me ushimin si jeni? Shumë mirë. Nesër kemi vongole, dateri, açuge. Po do vike me atje pa. Ostrike. Çake buçe. Çake buçe? Është ai këtu. Çake buçe, ushqim det çake buçe? Se mbretat poshtë, nuj patjetër nuj. Çake buçe riket nuj. Është guack. Çake buçe? Është guack. Ti Flor, di që çake buçe? Është një lloj çfarë familje rritet? Është një lloj millje që rritet në Peru. Çake buçe? Po që ka shumë. Çake miqtë dhe më nejmojnë me. E si gatuar çake buçe? Merr çake buçe dhe e marinon. E marinon ke emisioni i procesit sportiv. O shako. E marinon ke procesi sportiv. Te marina. Ose e manushon. Hajde shako. E rivoni dashurinë dhe nuk ka si të ndodhi ndryshe. Iku dhe kjo e mërkur, por një tjetër e mërkur në pret javës tjetër. Sa do të bëni mbilleni Shqipërinë me dashuri, se vetëm ajo mund ta shpëtoj këtë vend. Indri, Flori, Adi, Salsano. Në ndërgim mërkurës tjetër. Pirlo, mund të falë. Dhe mos harroni, bëni dashuri me kapuc.